këta Maqedona, si ta zëm pak nga historia, janë slavë, apo janë shtresëzime, frake, ilire? Po, pa dëshim. Se nuk duhet sepse është një temë e cila po pa dëshim është shiko, ne na njerë gabojmë se themi që për shembull erdhën slavët dhe u zhdukën popullsitë e vjetra, po themi në veri, në botën e zënë nga slavët sot. Në Serbi, në Kroaci, në Sloveni, kudo, në Bosnjë, në Maqedoni. Popullsitë nuk zhduken, bivendosen. Pa dyshim, ka vjen një popullsi që zë vëndin, si tu është merë frenat e pushtetit, kushtëzon, po themi jetën ekonomike, sociale, politike, kulturore, fetare të vëndit, por popullsia e vjetër në i farë mënyre ekziston, mbi jeton, nuk ka zhdukje kështu mekanike, se kjo është një të parës të historisë, një proces mekanik, nuk ndodhë kështu. Dhe kjo duket qartë. Po themi në Maqedoni, në Bullgari, që janë paka shumë. Në Bullgari, më përmend një shembull shumë interesant, ku janë thrakët, po pa dyshim.